Kalojmë në rubrikën kuriozitete, ku sot do t'ju njohim me njerëzit që edhe sot e kësaj dite jetojnë në shpella, dhe pyetja që u vjen ndërmend, a ka njerëz që jetojnë në shpella edhe sot e kësaj dite? Po ka, si në shpella natyrore ashtu edhe në dhoma që i kanë krijuar duke gërryer shkëmbin. Për shembull, në provincën Shanxi, në Kinën Veriore, miliona njerëz jetojnë në shpella që i kanë përshtatur për banim. Në qytetin e minatorëve, Copperpedi në Australi, gjatë verës bën kaq nxehtë sa të gjitha banesat gjenden nën tokë. Ky qytet është qendër e minerave të opalit dhe në të jetojnë afro 2500 njerëz. Përveç banimit në to zhvillohen edhe lojra. Në shpellën shkëmbore të Gjovikut, në Norvegji, brenda në shkëmbë është ndërtuar një nga stadiumet më të mëdha në dhe, ku luajtën ndeshjet e hokejit në akull gjatë lojrave olimpike dimërore të vitit 1900